Një tërmet i fortë godet sot Stambollin. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 6.2 goditi sot qytetin e Stambollit. Sipas raportimeve të para, nuk janë shënuar dëme të konsiderueshme materiale, por lëkundjet e forta kanë shkaktuar panik dhe kanë detyruar qytetarët të evakuohen nga ndërtesat. Tërmeti u ndje në të gjitha provincat e qytetit që shtrihet mes brigjeve evropiane dhe aziatike të ngushticës së Bosforit. Sipas të dhënave zyrtare, tërmeti u regjistrua në orën 12:49 me orën lokale, me epicentër në zonën e Silivrit rreth 80 km në perëndim të Stambollit dhe me një thellësi prej 9.92 km. Deri më tani raportohet vetëm për një person i cili është hedhur nga balkoni nga frika në momentin e lëkundjes. Megjithatë, autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë që numri i të lënduarve të rritet. Ky tërmet konsiderohet ndër më të fortët që ka goditur Stambollin në vitet e fundit, një qytet ku jetojnë rreth 16 milion banor. Institucioni turk për menaxhimin e fatkeqësive natyrore, AFAD, ka këshilluar qytetarët të qëndrojnë në ambiente të hapura dhe të shmangin qëndrimin pranë ndërtesave derisa situata të qetësohet plotësisht.